Aplikantët fitues të programit të studimit bachelor në edukim fizik dhe sporte në datën 14 gusht ora 9 do të zhvillojnë në mjediset e qytetës së fëmijëve testin praktik për këtë program studimi. Pjesëmarrësit në konkurs duhet të regjistrohen paraprakisht pranë sekretarisë të departamentit në Fakultetin e Edukimit dhe Filologjisë nga data 5 deri në 11 gusht, ora 9 deri në 13, ku duhet të dorëzojnë dokument identifikimi, një raport mjekoligjor, mandat pagesën e tarifës së konkurimit dhe 2 fotografi. Konkursi për këtë vit është në datën 14 pranë qytetës të fëmijëve. Rënditja e pikëve është po si vitet e kaluara, ku 60 pika ata e marrin nga konkursi praktik dhe 40 nga mesatarja. Në këtë periudhë maturantët janë duke plotësuar lëndët në Albania. Më pas të gjithë kandidatët që do jenë në edukim fizik duhet të paraqiten tek sekretarja për të tërhequr analizat që kartela që atyre do t'u duhet të paraqisin në ditën që do vinë në konkurs. Në konkursin i cili do të zhvillohet në ambientet e qytetës së fëmijëve në datën 14 gusht, të gjithë kandidatët do të kryejnë 2 teste praktike që janë kërcim së gjati nga vendi dhe cirkuit. Konkursi që përbën nga një cirkuit lëvizor i cili përbën 50 pikshin dhe 10 pik ata e marrin nga një test që është një kërcim nga vendi, pra gjithsej 60 pik. Cirkuitin të gjithë formën ne e kemi në të gjithë kursantëve për ta parë se si funksionon duke pasur elemente të ndryshëm si vrapime, kërcime, kapërdime para, pra ata janë të njohur dhe jemi ndjeni që ata po e punojnë që të dalin sa më mirë në këtë konkurs. Më pas komisioni do të vlerësojë rezultatet e të gjithë kandidatëve duke renditur edhe ata fitues sipas kuotave që përcaktohen nga Ministria e Arsimit dhe Sportit për këtë program studimi. Për këtë vit do të ketë 30 kuota pranimi në programin Edukim Fizik dhe Sporte, si dhe 5 kuota të veçanta.